Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 9 deri më datën 15 mars 2026. Kemi një javë me rëndësi të veçantë në fusha të ndryshme të punës, të karrierës edhe të gjërave të mëdha. Sepse është java që përqendrohet shumë në lidhje me çështjet ekonomike financiare. Kur përqendrohemi në një drejtim, jemi shumë herë më të fuqishëm për të arritur qëllimin tonë. Është koha dhe momenti i ndryshimeve dhe i vendimeve të mëdha që kemi. Por le të hedhim një sy kësaj jave çfarë na udhëzon dhe çfarë ne duhet të bëjmë dhe ku duhet të kujdesemi. Kemi datën 9. Data 9 Mars, Mërkuri në retrograd nga shenja e Peshqve formon një trekëndësh me Jupiterin nga Forre. Ky është një kënd shumë pozitiv. Madje është një kënd me fat për komunikimin, kontaktet tona në nivel profesional dhe atë personal. Sepse kemi zhvillime pozitive. Megjithse retrograda e Mërkurit ka ndikime shumë të mëdha, por në disa momente kjo varet në individ pastaj ku kemi një nënshkrim kontrate për shembull, ose kemi lindur me Mërkurin në retrograd, që nuk është për të keq, është për të mirë, edhe kemi dhe në lidhje me blerje të rëndësishme. Ndikojnë pozitivisht shenjat e ujit, të dhjetëçit ose ata që kanë ascendente në këto shenjë. Sidomos shenjat e gaforeve kanë një ndikim shumë të mirë në lidhje me blerjet që kanë të bëjnë. Kemi shenjën e akrepëve. Akrepët kanë mundësinë e një kontrate ose disa bisedime shumë të rëndësishme që presin që ti rregullojnë, ti stabilizojnë ashtu siç ta dëshirojnë. Është e periudha, nuk e diskutojnë, nuk e vënë dyshim për sa i përket arsyes edhe punës që ata kanë, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv në këtë drejtim. Ajo që do të keni dhe udhëtimet ose dokumentacionet, që është një moment shumë pozitiv, lidhje me ndikimet e mëdha që kanë të bëjnë tani e tutje. Kemi datën 10. Data 10 duket se ka një ndikim shumë mirë, kemi të bëjmë me afërditën nga shenja dashit, formon një gjashtkëndësh me Plutonin në ujor. Po çfarë na mëson ky kënd? Ky kënd, ku kemi gjashtkëndësh, kemi thënë dhe themi me të madhës, që është mjaft pozitiv, sepse lidhet me çështjet e financave dhe lidhet me dashurinë e vërtet, me karmën. Ajo që kam jetuar, e ndjej dhe arri në finish. Ka ndikime të mëdha, ajo që do të keni dhe shikoni dhe vetë, që ka të bëjnë edhe pse me vështërsi keni pasur disa probleme në lidhjet tuaja, duke se është një moment mjaft i mirë tani tutje për të zbutur disi çështjet dhe për të arritur dhe për të ecur përpara. Favorizojnë gjithashtu marrëveshje të rëndësishme financiare. Përfitojnë shumë shenjat siç është ajrit dhe të ujit, binjakët, peshorja, ujori që janë shenjat e ajrit, shenjat e ujit që janë gaforja, akrepi dhe peshqit të dhjetëçit të dytë. Kemi datën 11. Data 11 Mars. Jupiteri kthehet në rrugtimin e duhur në Gafore pas disa muajsh, duke na bërë optimist me rrjedhën e Marsit. Është e mundur që tani të marrim lajme të këndshme, të ndihemi pak më me fat, sepse Jupiteri do të mbetet në Gafore deri më datën 30 qershor, që do favorizojë jashtëmase shenjat e ujit, gaforet, akrepët, peshqit. Po të vini re deri tani, kemi shenjat e ujit që dominojnë më tepër se shenjat e tjera, sepse janë ndikimet planetare ata që japin mundësinë, por shenjat e ajrit dhe zjarrit kanë ndikime të tjera. Kemi datën 15 Mars. Mërkuri nga retrograda, që formohet në lidhje me Marsin në Peshk, një kënd që krijon disi vështërsi për sa i përket problematikave që kemi, për sa i përket çështjeve që neve duhet i zgjidhim dhe nuk na lejon që të ecim përpara duke mbyllur çështjet që kemi lënë pas. Kjo do të thotë një ndikim, kjo do të thotë një mundësi, sepse keqkuptimet e së shkurtës do të zgjidhen. Kjo do të thotë në lidhje me shenjat impulsive dhe çështjat e tjera që kanë bënë në ndikimin më të madh, lidhet me shenjat e ajrit, lidhet me shenjat e tokës, shenjat e zjarrit, siç janë shenja e ajrit që janë binjakët, shenja e tokës janë virgjëresha, shenja e zjarrit janë shigjetarët dhe shenja e ujit janë peshqit të dhjetëçit të parë.
ose fillim të dhjetëdhjetit të dytë kanë ndikime në këtë drejtim, edhe pse me pak vështërsi, por kanë ditë dhe ja dalin atje ku ata pretendojnë, rregullojnë, startojnë. Është mënyra dhe mundësia mjaft e mirë, sepse juve keni mundësinë për bërë zgjedhjen e duhur. Por kur kemi që ta kuptojmë një herë mirë, ku kemi planetet në retrograd ose kemi hënën e plot, hënën e re, ku na jep dhe mundësi në fakt për sa i përket zgjidhjes problematikave ose çështjeve madhore në lidhje me takime pune ose gjëra që ndikojnë në këtë aspekt, por gjithsesi kjo është një kuptim ndryshe nga që ne mendojmë, gjykojmë në lidhje me punën, në lidhje me anën ekonomike, por dhe shumë gjëra të tjera që kanë ndikuar në të kaluarën. Dhe kjo do të thotë që është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për të bërë zgjedhjen e duhur në anën e financave, të biznesit, gjërave problematike që kemi pasur në të kaluarën, dhe duke se tani rregullohen dhe gjërat stabilizohen një herë e mirë. Prandaj e themi gjithmonë sepse ka të bëjnë me çështje madhore, ka të bëjnë me ndikime mjaft pozitive, sepse duke pasur parasysh si punën, si karrierën, si ndikime të mëdha që vijnë, por mos harrojmë se kemi dhe një ndikim shumë të madh në lidhje me çështjet e financave, në lidhje me biznesin. Ka shumë gjasa që të rregullojnë gjërat atje ku duam dhe atje ku neve pretendojmë që t'ja arrijmë. Kur kemi ndikime që kanë bënë me hënën e re ose lëvizje tenore boshe, këtu shikojmë, rishikojmë, mos gabojmë në problematika që neve kemi, dhe kjo është diçka shumë e madhe për sa i përket çështjeve ekonomike, për sa i përket asaj çka jeni, çka keni dhe çka doni të përçoni në fusha të ndryshme të jetës, të karrierës, të biznesit edhe shumë gjëra të tjera që do të shikohen në lup në tani e tutje, sepse ka diçka shumë të madhe, edhe pse na duket e vështirë, por kjo nuk do thotë problem në lidhje me atë çka kemi, sepse gjithmonë gjërat janë pozitive, por në janar ku kemi folur për sa i përket vitit, në fund të dhjetorit, fillimi i janarit, në shenjat, por disa shenja kanë ndikimet e tyre në lidhje me çështjet ligjore, problematika, kujdesi që duhet bëhet, por ky muaj është muaj, e kemi thënë se muaj mars është dhe muaj i shumë ndryshimeve, ndikimeve të mëdha, por kërkohet vëmendje. Tani, para se të fillojmë me parashikrimin e 12 zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikrimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz, siç e shikoni atje. Atje ndodhet sekretaria dhe duke parë me imtësi, duke shikuar një nga paketat që Astrologo.al ofron, zgjidhni paketën tuaj, numrin përkatës të blerjes dhe më pas, kur e keni blerë të gjitha, jeni gati për të dërguar, atëherë kemi sekretarin. Është kjo e vogla, kjo dritarja këtu. E klikoni, e shikoni, dërgoni emailin tuaj me numër përkatës të blerjes dhe jeni gati pastaj për të folur bashk nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni që të dërgoni mesazh nga ata më të rëndësishmit, sepse një mesazh e lejohet që ta dërgoni në pyetje përgjigje çdo të mërkurë në orën 20:00, duke dërguar mesazhin, sepse i keni klikuar të gjitha ato tek butoni që shkoni aty dhe më pas merrni përgjigjen. Por për ju që doni më tepër informacion, përveç një pyetje që bëni, atëherë me një abonim të thjesht, e them abonim të thjesht, jo të përgjithshëm, kaloni në privat, është ai butoni që shkoni atje, membership ose join, e klikoni tek Astrologu Europullat, pra atje, dhe më pas bëni një abonim të thjesht dhe mbasi mbarojmë emisionin, direkt shkojmë në privat dhe flasim atje nëpërmjet mesazheve, zgjidhim problemin që mund keni dhe çështjet që juve doni. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndikimit, e favorizimit dhe e mundësive, që do thot shenja e dashit.
Për sa i përket shenjës së dashit, meqenëse se dashi duket se tani e tutje, ka një mundësi dhe një kohë mjaft pozitive, shumë të rëndësishme mbi anën ekonomike financiare. Një problem që kanë pasur para disa kohëve ose janë marrë me disa programe të ndryshme, pune 6 mujore, 1 vjeçare dhe jeni në kërkim të diçkaje të re, atëherë e keni mundësinë për sa i përket zgjidhjes së problematikës edhe të gjërave të tjera. Dhjetëdiçi i parë i shenjës së dashit është mundësia dhe koha e duhur për sa i përket zgjidhjes së problematikave dhe të gjërave të mëdha që juve keni. Nuk ka vend për të shqetësuar sepse juve vërtet e keni mundësinë, vërtet jeni në anën e duhur të punës suaj, të vazhdimësisë suaj, por disa gjëra kanë një kuptim ndryshe. Sepse mendoni shumë për të nisur diçka, jeni pak në dilemë nëse do të shkoj kjo punë apo jo, dhe si juve i rregulloni gjërat ose me stabilizimin, me korrektësinë me të tretë që nuk janë, por juve e keni dhe jeni, është edhe momenti i duhur për zgjidhur problemin në kohën e duhur. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë është periudhë mjaft e mirë, është periudhë solide, nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës, sepse lidhet shumë te karriera dhe kjo është një nga momentet më të mira që juve keni dhe kjo është periudha kur ndodhin fenomenet. Fenomenet në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime që do të keni, janë ndryshime mjaft pozitive, korrekte nga ana juaj. Dhe duke pasur parasysh një nga momentet dhe koha më ideale, e që ndonjëherë në anën ekonomike financiare, në biznes sidomos, keni mundësinë mjaft të mirë juve të kësaj shenje, sepse me kalimin e kohës, gjërat do jenë krejt ndryshe, situata do të përmirësohet dhe duke u përmirësuar, do keni mundësinë për gjëra të reja në lidhje me çështjet financiare, në lidhje me një nga takimet që do të bëni, dhe kjo do ta shikoni dhe vetë, ka të bëjnë shumë me anën ekonomike financiare, me një ndryshim shumë të madh që do keni tani e tutje, të janë ndryshime rutinë, por do t'ju sjellë të ardhura mjaftueshëm për të mbyllur çështjet e së shkuarës. Dhjetëdiçi i tretë, edhe pse me disa probleme në diasporë, por me sa duket i ka gjetur mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhur çështje problematike, për zgjidhur gjëra që nuk i keni zgjidhur akoma, sepse jeni në një dilemë tani për momentin, nëse doni të nisni një çështje ligjore, bëhet fjalë, por kjo vërtet është edhe momenti i duhur për anën e ligjit, për punën tuaj, për ndryshimin nga një vend tjetër dhe anasjelltas e keni mundësinë, por gjithashtu ka dhe kohën e vet për gjëra të mëdha që do të keni. Pastaj nuk ka vend për të shqetësuar sepse juve jeni në anën tuaj më të mirë të mundshëm. Koha ka treguar që fati do që juve të jeni korrekt dhe koherent me atë çka bëni, me sa duket janë periudhat ideale dhe stabile për sa i përket gjërave që do të keni, sepse një nga mundësitë e momentet e duhura që keni tani ka të bëjnë me anën e dashurisë, sepse në dashuri, dhjetëdiçi i parë ka pas një lidhje problematike me peshorën, por e kanë zgjidhur tani dhe ja, pra kjo do të thotë dëmshuri dhe dashuri, kjo do të thotë mundësi dhe korrektësi. Dhjetëdiçi i dytë që ka pas një lidhje dhe është në lidhje dhe shkon në martesë është me gaforet e dhjetëdiçit të tretë, ku është një moment mjaft i mirë dhe me sa duket e zgjidhni problemin tuaj që keni pasur ose diçka tjetër, por keni gjithashtu dhe me shigjetar të dhjetëdiçit të parë, ku është një mundësi shumë e mirë dash shigjetar, ku juve mund të duket e çuditshme, por është e vërtet në lidhje me komunikimin, në lidhje me gjërat nga më pozitive të qenë ndonjëherë dhe është momenti juaj për sa i përket punës, për sa i përket karrierës dhe marrjeve vendimeve të rëndësishme në këtë aspekt. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë të rëndësishme, të një shenjë që ka mundësinë, kohën për të bërë zgjedhjen e duhur në çdo aspekt të jetës së tyre, që këta janë shenjës së demit. Për sa i përket shenjës së demëve, demët duket se në përpunimin e informacioneve që kanë, periudha kur ndodhin fenomenet, është një mundësi shumë e mirë. Dhjetëdiçi i parë
i shenjës së demit ka disa mundësi të arta që lidhet me ekonominë, lidhet me biznesin, lidhet me udhëtimet jashtë vendit. 10-2 do merrem me disa dokumenta, për ata që janë në Francë, janë në Zvicër, në Angli, ku diun raste të tilla, ku është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse duke pasur parasysh lidhjet që bëhen në fushën e karrierës, në disa raste bën me shumë shpejt mbyllen si çështje, por vjen një moment që të 30 ditë të shenjës së demit kanë mundësinë, kohën e duhur mbi zgjidhjet të çështjeve nga më të vështirat janë më të lehtat tani e tutje, sepse ja keni bërë zmetin për sa i përket gjërave të mëdha, për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me punën, ka të bëjnë me biznesin, sidomos, është një periudhë tani në etutje ku gjërat do jenë shumë herë me fat dhe shumë korrekte nga ana juaj. Megjithatë, edhe pse juve keni pasur probleme të editit të dytë, keni pasur një problem shumë të madh në anën ekonomike financiare, po me kalimin e kohës e keni zgjidhur, sepse marrni një punë shumë të rëndësishme, ju ka zgjidh duart, me të drejtën tuaj keni fituar me të drejtën dhe jo me miqësi, thosha unë, por me të drejtën tuaj, me drejtësi e keni marrë. Dhjetëdiçi i tretë do merret me një blerje, por kjo blerje ka një ndikim kaq të madh, sepse kjo javë është aq e fuqishme, aq pozitive, që ka një ndikim shumë të madh në 3 muaj do vinë. Në mos them më shumë, por në 3 muaj me siguri që e kanë mundësinë dhe momentin. Momenti i duhur, në kohën e duhur, ku zgjedhin gjithçka në atë çka kërkojnë, dhe është edhe një nga mundësitë më të arta që ata kanë në anën e tyre, në biznesin e tyre, sepse koha ka treguar që juve jeni me shumë fat në këtë drejtim. Dhe kjo do të thotë që nuk ka vend për të shqetësuar, kjo do të thotë që vërtet koha është me juve, për juve, dhe starton dhe ndryshojnë shumë gjëra në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj, në lidhje me karrierën tuaj, sepse keni të bënë me karrierë. E gjithë historia që me një përmbledhje të thjeshtë ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me stabilizimin, ka të bëjnë me mundësitë arta që vinë drejt çështjeve madhore, sepse kur kemi anën ekonomike stabilizuese, kemi një moment shumë të mirë në anën tuaj dhe ka të bëjnë shumë të hënën dhe të mërkurën, në fakt, por e gjithë java është e mirë, por ka një diferencë mes atyre që janë të realizueshme dhe mes atyre që e presin me padurim diçka të re, nëse duan të nisin diçka, por kjo është dhe periudha shumë e mirë në lidhje me anën ekonomike financiare, se me financat ka të bëjë shumë kjo, dhe një nga ndryshimet të mëdha që do të keni tani tutje, ndryshime favorite ekonomike. Dhe nëse bëhet fjalë për çështje pune të re, juve e keni mundësinë dhe kjo ju bën që të ndjeni superior në atë çka jeni, atë çka keni, dhe periudha që ndodhin gjërat e tjera që do të keni tani etutje, ku është koha, është momenti dhe mundësia e artë ato që bëhet, ajo që juve ju ndikon dhe rrezatoni në fushën ekonomike financiare, nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim, dhe shikoni dhe vetë, ku është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv mbi takimet, bisedimet, ndryshimet të mëdha. Ndryshimet janë ata që juve ju jep një mundësi dhe në lidhje me karrierën, sepse karriera është mjaft e ndryshuar në anën tuaj për punën, se keni ndryshime të mëdha financiare, ndryshimet më dha në lidhje me biznesin tuaj. Lidhje me biznesin ka një farë kufizimi në atë çka bëhet, në atë çka arrihet, sepse studimet dhe ndryshimet të mëdha që keni tani atutje është një moment mjaft i mirë dhe tepër superior në anën e biznesit tuaj dhe në lidhje me takimet e punës. E gjitha në fushën e dashurisë bëni pak kujdes dhe vëmendje, nëse është e mundur të rishikoni lidhjet me afatgjat të 30 diqit që kanë bëjnë me akrep, ka të bëjnë me ujor, ka të bëjnë dhe me virgjiresht të 30 diqit të tretë, ku është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitive që për juve është familja. Juve që prisni, nëse jeni në pritje për një shtatzani, është e mundur të ndodhi, shenjë toke me shenjë ajri, shenjë toke që është shenja e demit me shenjë ajri që mund të jetë me ujor të 10 diqit parë, ka ndikime shumë të mira dhe pse jo, janë mjaft pozitive. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë mjaft të rëndësishme, ku zgjedhin problemet e së shkuarës, zgjidhen çështjet madhore, ligjore dhe jo vetëm, që këta janë binjakët.
Për sa i përket binjakëve, meqense binjakët tani e tutje kanë një ndryshim shumë të madh në fushën e karrierës. Duhet pasur parasysh 2 gjëra kryesore. Ndikimi që ka të bëjë në fushën e punës, se lidhet me punën aktuale tani për tani, por kjo është një nga mundësitë ose gjërat e arta që juve keni në lidhje me biznesin, në lidhje me ndryshimet të mëdha që vinë drejt jush, ku komunikimi, stabilizimi, momentet e duhura në kohën e duhur, zgjidhni çështjet nga më të mëdha që keni. Një rast pozitiv, 10 ditë i parë i shenjës së binjakëve, mundohen shumë që t'jenë korrekt me atë që ka ndodhur. Por sa janë të gatshëm t'i përgjigjen kërkesave të punës, njerëzit që juve bashkëpunoni ose keni mundësinë e artë, thosha unë, në komunikime dhe në gjëra të tjera, në vendime të rëndësishme që juve merrni, është një mundësi shumë e mirë tani, një mundësi e artë për sa i përket punës suaj. 10 ditë që i tret do jetë shumë i lumtur për arsye të punës. 10 ditë që i parë do fitoj një gjyq shumë të rëndësishëm, ka të bëjnë me jashtë, dhe është një periudhë shumë e madhe, o do të ketë shtyrje është në të mirë, nuk është e problem. Ose do merr një gëzim, keni një problem ligjor penal, ka ndodhur para një muaji, para 2 javë, para 3 javë ku diun, por merrni përfaqësinë. Kjo do të thotë çështje të rëndësishme, kjo do të thotë lidhje me, ka varet në individ pastaj ku ka ndodhur fenomeni, por gjithsesi kjo periudhë është periudha që vërtet ka atë lartësinë e duhur, ka atë momentin dhe periudhën e duhur për sa i përket gjërave të ndryshme, kohën, momentin, sepse juve keni sakrifikuar shumë. Njerëzit që sakrifikojnë dhe momentet që vinë drejt jush është një periudhë mjaft e mirë. Një periudhë solide, një periudhë ku çdo gjë e keni në dorë juve, është një kohë që përcakton, rrezaton atë që dëshironi, dhe momenti i duhur që është pikërisht tani. 10 ditë i dytë i shenjës së binjakëve arrin majat në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime nga më të mëdha që mund keni ndonjëherë, sepse jeni shenja ajri. Mërkuri në retrograd ju fton të mbyllni dhe të zgjidhni problemet e së kaluarës. Ky është një moment mjaft i mirë dhe është shumë pozitiv, edhe pse keni pasur me disa ndryshime të mëdha në lidhje me anën e komunikimit, edhe sepse është baza, por guvernatori juaj në retrograd në lidhje me Marsin në Peshk ju jep disa mundësi në komunikime dhe në lëvizje që do të keni, por megjithatë nuk ka vend për t'u shqetësuar sepse keni mjaft çështje të lëna pezull, por tani i zgjidhni fal ndryshimit dhe komunikimit që ju keni me persona të tretë, ose do lëvizni nga një qytet me probleme që keni pasur dhe prap jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme, sepse do t'i zgjidhni problemet në punë dhe në çështjet ligjore. Në dashuri, duket se lidhjet që kanë bënë me ujorët e 10 ditësh të parë, me peshorët e 10 ditësh të tretë që është perfektja, por një kujdes të veçantë do të bëni me shigjetar të 10 ditësh të dytë, ku është koha, është momenti i duhur mbi zgjidhje të çështjeve madhore, financiare, ekonomike dhe jo vetëm. Është një kohë mjaft përcaktuese, është një kohë shumë e mirë dhe pozitive në ndryshimet që vinë ose në periudhën tuaj më të mirë të mundshme, të që ndonjëherë që është edhe si periudhë, por është edhe si kohë në lidhje me pozitivitetin tuaj, lidhje me takimet që bëni në ekonomi dhe në stabilizime, por gjithsesi dashuria, nëse do keni një fejes të papritur ndodh me peshqit, një njohje ta ktheni lidhje serioze është me peshorët e 10 ditësh të parë, mundoni që ta rregulloni, por gjithashtu ka të bëjë me binjak të 10 ditësh të dytë, kur është një kohë shumë e mirë e tepër pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese në fushën e ekonomisë, rrezatuese në udhëtime, sepse në udhëtime ka të bëjnë shumë në çështjet që kanë anën pozitive të ekonomisë dhe të gjërave të tjera që do të keni tani e tutje,
ku kjo është shenja e gaforeve. Për sa përket gaforeve, gaforet duket se kanë mundësin, kanë kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me çështjet ekonomike, financiare. Gaforet e 10 ditësh parë kanë një mundësi shumë të mirë në vendimet që ta marrin. Vendimet që do marrin janë vendime historike për ekonominë dhe stabilizimin. Meqense se kjo periudhë është një periudhë ku shumë gjëra ndikohen, shumë gjëra vendosen, e marrin vendime të rëndësishme në kohën e duhur, dhe është një diçka shumë e rëndësishme mbi ekonominë dhe mbi gjëra të rëndësishme financiare. Lidhje me financat, ju do bëni një biznes tuaj në të 10 ditësh dytë. E keni damenjen. E keni damenjen për një mijë arsye. Jeni të parët në ekonomi, jeni të fundit në punët që doni t'i realizoni dhe arrini deri në fund. Pra ngrini kokën, pra bëni punët e tjera, mbyllni çështjet që i keni lënë pezull. Asnjëherë nuk i lini pas dore. Kjo bën që juve t'jeni mjaft i koshient me punën tuaj dhe me personat që juve bashkëpunoni. Keni gjithashtu 10 ditësh i dytë do lidhet me një takim pune. Takim pune, po sa janë të dhënë pas punës së tyre. Me shumë gjasa i keni mundësit për të zgjidhur çështjet financiare, ekonomike. Disa bisedime janë shumë të rëndësishme për juve dhe e keni dhe si mundësi, që nuk e vën dyshim për arsye të punës suaj, sepse karriera dhe gjërat e tjera do t'i keni në dorë juve, ku është një mundësi e artë. Kjo mundësi dhe periudha që ndodhin këto fenomene ju bën të ndjeni mjaft mirë me veten tuaj, të ndjeni mjaft mirë me gjërat që doni të bëni, doni të arrini. Jeni në disa raste të paarritshëm. Të tretët mund të flasin shumë, por juve keni gurin dhe arrën dorë. Jeni vend për ta thyer. Kjo është një periudhë shumë e mirë, është një periudhë që lidhet me çështjet afatgjatë të gjërave që bëni. Një nga gjërat më pozitivet dhe më korrektet nga ana juaj, që është ekonomia, por të tjerët mund të jenë dhe mund të flasin për shumë gjëra që nuk e kanë idenë, supozojmë, por ju e keni gjërat ndryshe. Gaforja është mjaft ndikuese në ekonomi, në stabilizime dhe në ndryshime të mëdha që do ketë tani tutje. 10 ditësh i dytë. Meqense 10 ditësh i dytë ka pasur disa probleme mjaft të rëndësishme në lidhje me punën e tyre, në lidhje me disa çështje të rëndësishme financiare, por megjithatë kjo periudhë nuk është se ka diçka për t'u shqetësuar, por për t'u gëzuar, sepse të prisni diçka shumë të madhe juve në lidhje me biznesin, në lidhje me gjërat që janë shumë të rëndësishme financiare. Por në anën tjetër, në dashuri, gaforet nuk dashurojnë kollaj. Dashurojnë me zemër. Dashurojnë me shpirtin e tyre. Nuk dashurojnë se duhet të dashurojnë dhe nuk dashurojnë për një arsye apo për të kaluar një kohë. Dashurojnë për jetën. Prandaj janë të vështira për t'i bërë për vete. Në anën tjetër, lidhjet afatgjat, ose do kemi dhe shkëmbim unazhesh, nuk e diskutoj këtë javë, se java është java më e lumturisë së vërtet. Ka të bëjnë gafore britsjap, gafore peshore, gafore dëm, që është aja dhe zhëja, por dhe ata që kanë planete në këto shenja, ku kanë pasur probleme për shumë në kaluar, por vjen tani momenti që e zgjidhni në mënyrën më të mirë të mundshme. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë rrezatuese, tek një shenjë me këmbë tokë dhe e palodhur në ekonomi dhe përfitime në çështjet e pasurisë, që këta janë të shenjës së luanëve.
Për sa përket luanëve duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft ndikuese dhe për sa i përket punës së tyre, duket se tani e tutje kanë kohën e tyre. Kanë momentin për të bërë zgjedhjen e duhur në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, do mos një që është një periudhë e pakapshme, nuk kanë aq shumë punë, aq shumë kohë që do t'i zgjidhin gjërat sipas dëshirës së tyre, mundësisë që ata kanë dhe janë shumë e rëndësishme periudha kur ndodhin fenomenet. Pikërisht kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme sepse kanë kohën e duhur. Kohë e duhur për bërë zgjedhjen e duhur në çdo drejtim të jetës së tyre dhe kjo është një periudhë që vërtet nuk kërkon shumë saltanete, nuk kërkon shumë që çfarë po bëhet ose çfarë po rregullojnë ose stabilizojnë. Vjen një moment mjaft i mirë, që është momenti tani i kësaj periudhe kaq të denjë për ato çka bëhet, për ato çka është e rëndësishme momenti dhe koha. Dhe kjo është një kohë që përcakton anën ekonomike financiare, përcakton gjëra të mëdha financiare dhe është një nga mundësitë më të mira dhe tepër pozitive në lidhje me anën e biznesit, që do të thotë dhjetëdiçi i parë. Dhjetëdiçi i dytë kanë një çështje pasuri të paluajtshme për një problem vogël, por këto e zgjidhin vetë sepse ja kanë arritur qëllimit të tyre, edhe pse kanë pasur probleme, por këto janë probleme kalimtare, do ta thosha unë, jo diçka shqetësuese. Dhe me qenë se tani për tani është një periudhë mjaft e mirë dhe këtu që mund të zgjidhni problemet e juaja dhe të keni dhe mundësinë kohën e duhur mbi zhvillimet dhe ndryshimet që do të jepen tani e tutje. Por me qenë se juve jeni pak a shumë në dilemë për arsye të punës suaj, arsye të kohës që keni, sepse akoma ndikimi i punës suaj, i karrierës suaj, duket se ka të bëjnë me punë, ka të bëjnë dhe me ndryshimin e madh që vjen në ekonomi. Dielli nga shenja e peshqeve u jep mundësi me uranin në dem që juve të rishikoni çfarë do të bëni në vazhdimsi për të 30 diqet me punën pasuri të paluajtshme dhe një punë e dytë që është momenti për ta zgjidhur në këtë periudhë, në këtë javë sidomos. Në fushën e dashurisë ka një moment shumë të mirë që unë ta them me bindje plot këtë, për arsye të punës së karrierës të lidhet kjo, ka të bëjë shumë me bricap të dhjetëdiçit parë, ku është një moment shumë i mirë, me binjak të dhjetëdiçit të dytë ka ndikime shumë të mira, por mos e harroni se me ujor është vetë jeta dhe mund të sjellë një gëzim shumë të madh në familjen tuaj, një fëmijë që është jashtë në diasporë, ose do fitoj, ka pasi problem ligjor dhe do ta fitoj, do gëzoni shumë, ose do keni një takim të papritur për të palidhurit që kanë një mundësi për të zgjidhur një problem tjetër të jetës së tyre, është koha dhe është momenti më ideal i që ndonjëherë. Edhe pse me vështërsi ju e bërë gjërat, por ky moment është momenti më i lumtur, momenti i lumturisë, them unë, dhe i zemërgjërësisë ju e keni, dhe është pikërisht kjo periudhë, kjo kohë që për juve është ajo çka pritni dhe do t'ja arrisni qëllimin tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë me shumë vullnet dhe role drejtuese, gjithashtu ekonomi të konsoliduar, një ekonomi të arritur dhe jo vetëm kaq, por kanë edhe mundësi të ardhë në fushën e biznesit, që do të thotë shenja e virgjëreshës. Për sa i përket virgjëreshave, duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë në lidhje me çështjet, në lidhje me takimet që kanë të bëjnë, por njëkohësisht është dhe një mundësi e mirë në anën e financave, në lidhje me gjërat që do të ndikojnë ose gjërat që do të ndryshojnë, në lidhje me punën aktuale, në lidhje me biznesin, por nëse do flasim për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me anën ekonomike dhe financiare, për sa i përket virgjëreshave dhjetëdiçit parë, nëse do ta themi për shembull se si janë funksionin e tyre ose çfarë ata mundohen të përçojnë në fushën e karrierës së tyre, në fushën e ekonomisë. Për ekonominë e kanë pak a shumë të ndikuar sepse e kanë paran, por duan të investojnë.
Jeni investitor të shkëlqyer sepse dini shumë mirë kur merrni përsipër një biznes dhe dini ta çoni atje ku juve dëshironi, sepse koha tregon që me mënyrën, me punën, me karrierën, me ndryshimet të mëdha që vijnë tani e tutje, keni një periudhë mjaft të mirë, një periudhë të artë në fushën e karrierës suaj, në fushën e komunikimit dhe të besimit që keni, sepse është një diçka që juve i besoni gjërave të juaja, i besoni çështjeve që juve keni dhe për marrjen e një vendimi shumë të rëndësishëm në anën tuaj, për sa i përket çështjeve, sepse juve dini shumë mirë kur bëni biznes që, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë në lidhje me kuptimin e jetës suaj, në lidhje me atë çka jeni, atë çka keni, edhe si ekonomi, edhe si biznes, edhe si karrierë, keni shumë gjëra shumë të rëndësishme, kur kjo do të thotë marrje vendime të rëndësishme, do të thotë mundësi, do të thotë edhe kohë për t'ja arritur qëllimin tuaj. Në disa çështje madhore, financiare ekonomike, në lidhje me biznesin sidomos, është pikërisht kjo periudhë, një periudhë që dikton në ekonomi, rrezaton në fushën e takimeve që do të keni tani e tutje, por është një moment mjaft i mirë për sa i përket rëndësisë së veçantë që juve keni miqtë mi të dashur, sepse lidhet me anën ekonomike, lidhet me çështjet që juve keni pasur disa probleme nga e kaluara, e them unë, por kjo mbyllet një herë e mirë në fushën e ekonomisë, sepse tani ja keni arritur qëllimin tuaj. Dhe kjo do të thotë në investime. Investimet e keni mundësinë për ta realizuar. Një dokument që do t'i duhet 10 ditë të tretë për pasuritë paluajtshme, që do të ndërtojnë atë pasuri, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Por kur është koha më e mirë, më Jorgo, që unë ta bëj diçka të thoni juve, kjo javë është mjaft e rëndësishme për të bërë jo vetëm dokumentacione, por edhe të interesoheni për gjëra të tjera që do të vinë, ku është dhe koha më e mirë e mundshme, është momenti më ideal i që ndonjëherë në këtë drejtim edhe këtë periudhë mjaft të mirë dhe ndikuese në anën tuaj, sepse në disa raste kjo kemi periudha të ndryshme financiare, biznese, karriere, takimet që janë ato më të rëndësishmet në anën tuaj, por gjithashtu mos mu shqetësoni, sepse kjo periudhë është një periudhë ku lidhet shumë me anën ekonomike financiare, lidhet shumë me çështjet e biznesit, sepse ka bën shumë me biznesin, dhe gjërat e tjera që do të ecin drejt një suksesi të garantuar në fushën ekonomike, në fushën e biznesit dhe të karrierës suaj, por dhe momenti më i artë që do të keni tani e tutje. Prandaj mos mu shqetësoni fare, keni kohën tuaj, keni momentin tuaj më të mirë dhe periudha që ndodhin fenomenet. Ajo është një nga momentet më të mira të mundshme, një nga mundësitë që juve i keni duke zgjidhur problematikat nga më të rëndësishmet që do të keni pasur në të kaluar me dokumenta, me çështje ligjore, me biznesin, me vendime që mund të merrni dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Është një momenti më i mirë i mundshëm, edhe lidhja që keni dhe ndryshimi më i madh që juve keni është çështje e punës suaj, është karriera juaj, është mundësia më e mirë e mundshme për vendime që do të merrni, si janë vendime historike, financiare edhe gjërat e tjera që do të keni në drejtimin e duhur. Por mos u shqetësoni, sepse duke pasur parasysh ekonominë dhe gjërat e tjera që do të keni në lidhje me disa persona të tretë që do të bashkëpunoni, ose mund të merrni një firmë shumë të madhe, ndërtimi, dhe juve mund të bashkëpunoni, por ajo që mund të bashkëpunoni dhe është më së sigurta është me gafore, është dhe me bricjat, për ne mos i prishin Terezin, me shej ujë dhe me shej toke ju shkoni shumë. Kurse nëse do të flasim për dashurinë, kur është më pozitivja ose më perfektja, është ndikimi më i mirë me peshkët e 10 diqit parë në fushën e dashurisë dhe me shijetarët e 10 diqit të tretë, kur është një periudhë mjaft e mirë, si mund ta zgjidhni problemin ose t'ja arrisni qëllimin tuaj për një mijë arsye, duke pasur parasysh kohën, sepse ka një ndodhin dhe fenomene të ndryshme kur juve dini shumë mirë çfarë do bëni dhe dini shumë mirë ku do shkoni. Shkoni në martesë me shigjetar, u garantoj 100% është momenti ose do të keni ascendente ose planetet tek shigjetarës, nuk ka shanse ndryshe kjo të realizohet, por është realizueshme në anën tjetër sepse e keni kombinimin dhe atë të karmës suaj që ndikohet tek shigjetarët. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft të rëndësishme për nga ana ekonomike, por edhe çështjet që lidhen me udhëtimet, që këta janë të shenjës së peshores.
Për sa i përket peshores duket se tani në këtë periudhë është një periudhë që vërtet rruga të çon drejt suksesit. Peshore e diçit parë, nëse do ta marrim të mirëqen se çfarë ka ndodhur dikur, është koha tani për të parë në vazhdimsi çfarë do të bëni. Sepse kjo periudhë është mjaft e mirë në një farë mënyrë keni kohën tuaj, keni periudhën tuaj, por në anën tjetër mërziteni për gjëra që nuk janë realizuar. Por mos harrojmë sepse peshorja është ndikimi dhe favorizimi më i madh i që ndonjëherë në lidhje me takime, në lidhje me ekonominë, në lidhje me stabilizimin. Dhjetëdiqi i dytë, me ndryshimin që do të ketë, nga Italia mund të shkojë në Amerikë, nga Greqia mund të shkojë direkt në Angli, nga Gjermania mund të shkojë në Zvicër. Pra, ndryshimet e një pashim që do të kenë peshoret, kanë udhëtimet, bazën edhe paran. Me paran sidomos janë pak mjaft ndikuar, të moderuar janë fakt, sepse di shumë mirë çfarë bëjnë, ku shkojnë dhe si realizojnë gjërat. Është një kohë mjaft e mirë dhe shumë pozitive për stabilizuar anën ekonomike. Të 30 diqet e kanë këtë mundësi. Kurse në lidhje me një blerje, do bëni pa kujdes, nëse keni mundësi në themun, për shembull, sot keni një tip oferte, që një objekt që do të bleni pasuri palushme koston 5 lekë. Dhe juve veten shikoni, edhe ju pëlqen shumë, edhe frika juaj është mos shitet. Dhe juve lekët i keni. Ama të dini këtë tjetrën, ata e dinë që juve keni parat, ata e dinë që juve ju pëlqen. Dhe mundohen si ta shesin në një mënyrë që duke se po ju bëjnë nder në një farë mënyre. Këtu ju ngulni këm, edhe thoni nëse e ulni 5% ose 2% ose 1%, nuk e di, po shkëft tjetë ullje, atëherë merreni. Nëse nuk e bëjnë, do dalë diçka tjetër akoma më lirë dhe më mirë. Prandaj, ajo që është motoja kësaj jave për juve në fushën e blerjeve, eci avash sepse nxitoj. Se jeni shenjë ajri. Shenjat e ajrit zakonisht kanë dhe ndikimin çështjeve që kanë bërë, sepse kemi një afërdit ku në lidhje me komunikimin, në lidhje me ndryshimin, në lidhje me mundësitë, dhe ka një ndikim shumë të madh këtë periudhë, por gjithsesi juve të kësaj shenje mirë është të prisni pak, sepse edhe koha ka treguar që jeni pak të rrëmbyer, më thosha unë, po e keni zgjidhjen ju, nuk e keni problem këtë gjë. Nga njëra anë mundet të rregulloni, të stabilizoni, dhe është e koha e përshtatshme në anën tuaj. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjatë them unë, anën shpirtërore, ka të bëjnë me binjak të 10 diçit parë, me ujor të 10 diçit tretë. Binjak të 10 diçit parë dhe ujor të 10 diçit tretë është perfektja, sepse dy shenja ajri kanë mundësin e artë në zgjidhje të problematikave të tyre. Një nga mundësit, periudha kur ndodhin fenomenet, është në një periudhë mjaft solide sepse zgjidheni gjërat që ju e keni, momentet që ju jepen, periudha ku vona po herët e keni dhe si mundësi, se jeni shumë korrekt, ku jeni korrekt me të tretët, me të tjerët, e nga mund së dilin fituar ju. Të garanton një rrugëmim 1%. Dhe është mundësia, është ajo kënaqësia e të ndryshuarit dhe të respektuarit nga anë të tretëve. Ky moment dhe kjo kohë është mjaft e mirë, prandaj bini pas sepse do keni diçka shumë të mirë dhe i pasardhës është e mundur me dashje dhe diçit parë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që rrezatojnë në atë që kërkojnë. Sidomos familja dhe blerjen e një shtëpie ose plane afatgjat për udhëtime dhe për të shkuar në destinacion për jetë dhe jo për momentin. Që këta janë akripët. Akripët duket se kanë disa mundësi të arta, në lidhje me ndryshimin, në lidhje me gjërat të ndryshme që do të kenë tani e tutje,
nuk ka vend për t'u shqetësuar, sepse juve vërtet shqetësoheni, por kjo nuk është se ka diçka që nuk shkon, ose juve mërziteni për gjëra që pse nuk janë realizuar, ose pse keni pasur disa çështje që s'kan dalë ku duhet, por unë ju them që mos mu shqetësoni. Gjëra që do të ndikohen tani dhe mundësia më e mirë e mundshme në ekonomi, në biznes, në karrierë, në ndryshime që do të duket në pamjet parë i keni të gjitha mundësit dhe zgjidhjen më të madhe që do të keni, dhe është koha më perfekte. Dhe ndikimi i kësaj jave është java më e mirë e pasurisë së paluajtshme. Java për të gjitha shenjat. Ka të bëjnë shumë me dokumentacione, ka të bëjnë shumë me zgjidhje të problematikave që juve keni. Pasuria juaj do marrë një vlerë jashtë, jo vetëm jashtë maset mirë, por keni një gjë që është idealja. Prandaj bini pas, sepse disa dokumenta që juve keni në diasporë, merrni një letër, një dokument që ka një vlerë shumë të madhe, dhe keni mundësinë për bërë një blerje, keni mundësinë për të marrë një çështje kreditimi, keni mundësinë, por gjithçka, dhe kjo do t'ju ndihmojnë si në Shqipëri, si në diasporë, sepse është një mundësi e mirë, është një mundësi që rrallë qëllon tek njerëzit të rëndësishëm, por tani ka ardhur koha dhe momenti që juve të shikoni çfarë do të bëni në vazhdimsi. Prandaj kjo periudhë është periudha juaj e 10 ditësh të parë sidomos ka ndikime shumë të mëdha dhe tepër pozitive. 10 ditë i dytë që do merret me role drejtuese, mund t'i ofrohet një punë shumë e rëndësishme, edhe jo vetëm e rëndësishme, por lidhet shumë me para, lidhet shumë me gjëra që janë shumë të rëndësishme në anën tuaj, por e prisni gjë të tillë, sepse ja keni bërë hizmetin, dhe njerëzit e tretë ju ndihmojnë në këtë drejtim dhe keni të gjithë mundësinë dhe kohën e duhur për t'ja arritur qëllimin tuaj, sepse kjo periudhë është periudha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm mbi çështjet që stabilizoni ekonominë, marrjen e vendimeve të rëndësishme, që sepse kjo periudhë është e juaja dhe nuk ka vend për t'u shqetësuar, por për të gëzuar në lidhje me çështjet ekonomike financiare, në lidhje me gjërat që do të keni në udhëtime dhe në ndryshime të vendit tuaj, ose në një punë, ose diçka tjetër që mund të ndodhi. Në lidhje me çështjet e dashurisë, duket se ka të bëjnë shumë lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të 10 ditësh të parë, pra me luante 10 ditësh të tretë, ka një ndikim shumë të mirë, edhe pse keni pasur probleme ndarje, pe supozojmë domethënë një nga shenjat që ka qenë akrep ujor, akrep luan, këto janë gjëra që janë të rregullueshme, nuk është diçka që mund të ngelet ose një problem që nuk zgjidhet. Zgjidhet që ç'ke me të. Keni mundësinë, ka mundësi zgjidhje ky problem. Kurse në çështje që kanë të bëjnë me disa gjëra që keni një njohje për ta kthyer lidhje serioze, sa është e mundur që të kthehet lidhje serioze, atëherë është me dëm të 10 ditësh të parë. Kurse me peshk dhe me virgjëresh është perfekte. Me peshk është pjesa juaj e dytë, për arsye sepse jeni të një shenje, pra shenjet ujit, ku lidheni shumë dhe keni dhe mundësinë për të zgjidhur çështjet problematike dhe gjëra të tjera që do të ndikojnë në anën tuaj, por gjithashtu ka dhe diçka shumë të madhe për sa i përket çështjeve nga më të rëndësishmet të qenë ndonjëherë, por për arsyeën tuaj dhe kohën edhe ndryshimin tuaj që do të keni, nuk ka vend për të shqetësuar në këtë aspekt, por për të parë gjërat në anën tuaj më të mirë të mundshme dhe në periudhën që juve do të keni dhe do të ndryshoni gjërat sipas dëshirës dhe mundësisë, kohës që keni dhe momenteve që do keni tani e tutje. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që është shumë e rëndësishme për nga ana ekonomike, është shumë e rëndësishme nga mbyllja e çështjeve të së shkuarës dhe duke ecur përpara për shtigjet e reja dhe mundësitë të arta që vijnë drejt kësaj shenje, që janë shigjetarët. Për sa i përket shigjetarëve, për shigjetarët të duket se tani e tutje, keni kohën e dur, keni mundësinë. Mundësinë në çfarë? Në ekonomi, në dashuri,
në lidhje me disa dokumenta që mund të merrni, të gjitha këto përbëjnë pjesën më të madhe të gjërave që do të keni. Po, të treja gjërat e keni, sidomos në dashuri, në ekonomi dhe në stabilizime, duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e rëndësishme për sa i përket punës suaj, për sa i përket karrierës suaj, dhe kjo është një ndikim shumë pozitiv dhe jo vetëm, por megjithatë juve keni dhe kohën tuaj mbi takimet, bisedimet dhe çështjet e rëndësishme që vijnë drejt jush, por nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse kjo periudhë është periudha më e mirë dhe tepër pozitive, do ta thosha unë, sepse tani për tani gjërat janë në anën tuaj, i keni mundësit për zgjidhur problemin, sepse tani gjërat janë duken për anën ekonomike ose marrën një kredi për mbyllur një çështje shumë herë më të madhe, por unë do të thosha që tani për tani e keni mundësinë dhe keni kohën e duhur për të zgjidhur çështjet problematike. Dhe megjithatë tani për tani, edhe pse duket se gjërat janë shumë pozitive, është një periudhë mjaft e mirë për juve të shqiptarit, sepse për juve të dhjetëçit të tretë sidomos kanë kohën, kanë momentin e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, dhe dhjetëçit e gjithashtu kanë mbyllur çështje më të vështirat dhe disa probleme ekonomike që ju kanë stigmatizuar në thonjza, do t'i mbyllni dhe jeni drejt mbylljes. Dhe nuk e diskutoj që kjo periudhë është periudha juaj më e mirë e mundshme, është një periudhë ku çdo gjë rrezaton, sepse juve jeni që respektoni gjërat ashtu siç duhet, prandaj dhe keni mundësinë për të stabilizuar ekonominë. Nuk do ngeni kurrë pa para, sepse keni një mundësi shumë mirë tani. Për sa i përket gjërave të rëndësishme, për sa i përket gjërave që vërtet kjo periudhë është periudha juaj, nuk e diskutoj, është java më e mira e mundshme në çështjet që kanë të bëjnë lidhje me dashurinë dhe pasurinë e paluajtshme. Janë dy gjëra kryesore që kanë munguar gjatë kësaj periudhe, sidomos nëse do flasim për muajt e kaluar së vitin e kaluar, por tani do jemi më të mbledhur në lidhje me familjen, në lidhje me pasurinë dhe dashurinë e munguar. Është një periudhë shumë e mirë, është një periudhë me fat dhe shumë shanse të mëdha që do të ndodhin tani e tutje, dhe shikoni dhe vetë do të kujtoni. Ka diçka shumë të madhe, sepse ky muaj është vërtet muaj i lodhshëm, por është i begat, vërtet është muaj i lodhshëm, por lodhje kënaqshme në fund muajit, sepse do keni mundësi, do jepni rëndësi asaj çka bëni dhe kohës tuaj në përparësi që ka të bëjnë shumë në anën ekonomike financiare dhe në lidhje me çështjet e biznesit, sepse lidhet shumë me një biznes shumë të rëndësishëm që do të keni. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse keni pasur çështje problematike në lidhje me virgjëresht të dhjetëçit parë, me dëm të dhjetëçit të tretë, me dëm të dhjetëçit të tetë është çik problem, por kjo nuk është se ka probleme të pazgjidhshme. Ka të zgjidhshme që çka me të dhe është mundësia, është koha që juve arrini në finish, duke pasur parasysh ekonominë, duke pasur parasysh ndryshimin e madh që vjen drejt jush, dhe kjo është një nga periudhat më të arta për ekonominë, më të arta në atë çka bëhet, dhe kjo do të thotë gjërat që janë nga më pozitive, gjërat nga më të mira të mundshme për sa i përket çështjeve të rëndësishme financiare të biznesit dhe jo vetëm. Dashuria e munguar është ajo që unë them, që dhe shikoni dhe vetë, ka të bëjnë dash peshk, dash virgjëresh, dash peshore, ku është një mundësi mjaft e mirë dhe një mundësi që ju surprizon, dhe kjo surprizë është në anën tuaj, dhe shikoni dhe vetë se ka shumë gjëra për të dhënë dhe asgjë për të marrë përveç se dashurinë dhe pasurinë e paluajtshme, kur do t'i zgjidhni gjërat direkt në këtë periudhë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë shumë të rëndësishme për nga ana ekonomike, por dhe role drejtuese, që këta janë britsjapët. Për sa i përket britsjapëve, çfarë ndodh me britsjapët?
Bircapët nga njëra anë janë mjaft ndikuar sepse lidhen me ekonominë tani në këtë periudhë. Ka një mundësi tani, sepse duke pasur parasysh karrierën, marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e dur, por gjithmonë janë një hap para asaj çfarë ndodh. Lidhje me fenomenet, lidhje me punën, sepse puna është baza, është kryesorja. Dhe për këtë, duke parë punëdhënësit ose firmat që juve bashkëpunoni, që jeni shumë të dhënë mbas punës, juve ju ndihmojnë. Ju japin mundësi në role drejtuese. Rritje në detyrë, po, është e mundur, do më kujtoni. Ka diçka shumë të madhe, edhe pse ju duket e çuditshme, por është e vërtet, është një vërtet e hidhur. Në anën tjetër, kjo rritje në detyrë ka të bëjë shumë dhe me disa kërkesa të tretëve, ku gjërat që lidhen me ekonominë, lidhen me punë, lidhen me vendimin e rëndësishëm që mund të merrni. Është një kohë shumë e përshtatshme në anën e biznesit dhe të karrierës suaj. Por meqense karriera nganjëherë luajnë rol të rëndësishëm juve për punën dhe për stabilizimin e saj, keni dhe gjëra të tjera që do të ndikojnë, do të diktojnë në fushën e biznesit, sepse jeni mjaft të ndikuar, prisni shumë për realizuar gjërat ekonomike financiare, prisni shumë për çështjet madhore ekonomike, por gjithashtu është një nga periudhat më të arta që keni tani në tutje, periudha më të mira që vërtet është diçka e madhe që ndodh në fushën e biznesit, në fushën e karrierës suaj, për karrierën sidomos njerëz është diçka shumë e madhe dhe tepër ideale. Por mos mu shqetësoni në zgjidhjet disa çështjeve që keni, doni të zgjidhni dhe mos sot për sot. Kjo javë është java vërtet e avasht, por shumë e lumtur për ditëlindjen e parë që është në pritje për të bërë një ndryshim shumë të madh, edhe do ta bëj këtë ndryshim sepse është koha mjaft e mirë, se është pozitive në atë që bën, pozitive në atë që kërkon. Dhe nuk e lini kur rastësisë, përveç se dashurisë së munguar dhe jetës suaj në vazhdimsi. Përsa i përket anës tjetër, në pozicionimin e planeteve të periudhave të ndryshme, keni kohën, keni mundësinë, keni momentin e duhur mbi anën ekonomike financiare, mbi ndryshimin e madh që keni tani tutje, se lidhet shumë me punën, lidhet shumë me disa takime, disa bisedime që do të keni, po janë bisedime të rëndësishme financiare. Por meqense juve keni të bëni me financat, keni të bëni me persona të tretë dhe gjëra që janë mjaft të ndikuese, nuk ka vend për të shqetësuar. Bircapët kanë durojnë shumë, nuk e diskutoj se janë shumë të fortë në durimin e tyre dhe presin me pa durim të gjërat të zgjidhen, të rrjedhin sipas jo vetëm dëshirës, sepse dëshira njeriu mund të ketë për shembull të mbarojë sot për sot, por ajo që dhe di qytet ka të bëjë disi me ligjin. Por me ligjin për të zgjidhur problemin. Dhe kjo zgjidhet pikërisht tani. E ligjore, pasurore, dashurie janë tre shtyllat kryesore të jetës, ku tani në këtë periudhë është një moment mjaft i mirë. Shfrytëzoni në maksimum. Ne mund të them gjatë gjithë javës, por mund të ndajmë domethënë ditën e shtunë ose ditën e hënë, ditën e martë, edhe të shtunë që janë ditë shumë të mira, por gjithë ditët të krijuesit janë, por gjithsesi është një periudhë tani, është një periudhë mjaft e mirë, solide për punën tuaj dhe për karrierën, dhe duket se tani është një moment mjaft i mirë sepse keni të bëni me anën e punës, një punë të re që do ta merrni. Kurse në dashuri, edhe pse jeni pak në dilemë, do ta thosha unë, lidhjet afatgjat që janë megafore, me luan, me dem, megafore është jeta, me luan është dediqi i dytë dhe me dem është dediqi i tretë. E përgjithshmja është dediqi i parë, dhe kjo do të thotë që mundësi, kjo do të thotë rëndësi që juve i jepni vetes në kohën e dur dhe mund t'i zgjidhni siç juve doni dhe dëshironi. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft të rëndësishme në çështjet që kanë të bëjnë me shitblerjet, me marketingun dhe me tregëtinë, që këta janë ujorët. Për sa përket ujorët pse kanë me tregëtinë dhe me marketingun? Ujorët e bëjnë shumë. Dhe ka një moment tani, nuk e kanë hob, po e kanë punë. Dhe është shumë e rëndësishme periudha kur ndodhin fenomenet.
Një nga momentet më kryesore që kanë bëjnë për sa i përket kësaj shenje është ajo ndikimi i përgjegjësisë juve keni në lidhje me punën tuaj aktuale. Një moment mjaft korrekt nga ana juaj që do shikoni shumë gjëra të ndryshojnë, shumë gjëra të arrihen. Fal suksesit tuaj, fal punës suaj, dhe kjo është një nga mundësitë dhe kohën e duhur që do zgjidhni, sidomos 10 ditë që parë. 10 ditë që dytë që merret me marketing dhe do bëni punë tjetër përveç marketingut, sepse ka shumë plane në vetvete dhe këto plane janë të realizueshme. Është një nga mundësitë më të mira për sa i përket karrierës suaj, kurse 10 ditë që i tretë që ka të bëjnë me pasuritë paluajtshme, është koha për të bërë dokumentat sepse keni në plan për një biznes shumë të rëndësishëm. Bizneset të tilla lidhen shumë dhe janë stabilizimet dhe konkretizimet e lidhjeve afatgjatë juve keni. Një moment ideal nuk është sipërfaqësor, por është vendimtar në lidhje me punën, në lidhje me ndryshimet dhe takimet që mund të bëni. Takimet pozitive dhe gjërat të ndryshme që do të keni tani tutje, është një moment mjaft i mirë tani ku do t'i zgjidhni çështje problematike që keni pasur ose disa gjëra që nuk janë realizuar prej kohësh. Dhe vjen një moment tani, momenti më ideal i që ndonjëherë në fushën e karrierës, sepse me karrierën juve jeni mjaft të dhënë dhe shumë pozitiv. E gjithë të 30 diqët që kanë bëjnë me ekonominë, kanë stabilizimin dhe kënaqësinë të bërit biznes dhe në fushën e gjërave të mëdha që ata kanë tani tutje. Në lidhje me një udhëtim që do bëjnë të shenjës së ujorit të 10 diqit të dytë, kanë kohën e duhur për zgjidhjen e problematikave që kanë pasur para disa kohëve. Dhe vjen puna tani që t'i zgjedhin gjërat një herë e mirë që mos kenë probleme në të ardhmen, sepse e kaluara i përket së shkuarës. Gjëra që do të ndikojnë tani tutje është mundësia dhe momenti i duhur për të zgjidhur çështje problematike. Edhe pse juve të 10 diqit të tretë keni pasur disa çështje pune të lëna pezulli për fajin tuaj, pasat probleme. Këto janë probleme të zgjidhshme që sado që gjërat vinë ose krijojnë boshllëqe në atë çka juve prisni, por është një moment dhe një mundësi mjaft e mirë. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndyshim për arsye të punës suaj, për arsye të gjërave që gradualisht juve jeni në koherent me ato çka ndodh, që është momenti më i mirë i mundshëm. Dhe një pozicionim planetar juve ju formson disi kohën e punës, rregullat e jetës, momentet që keni tani tutje. Prandaj ju them me bindje të plot, nuk ka vend për të shqetësuar në këtë drejtim, por për të gëzuar. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet afatgjatë janë me luante 10 diqit parë, lidhjet problematike që keni pasur ka qenë me akrep të 10 diqit të tretë, po janë të zgjidhshme tani, por me binjak të 10 diqit parë mos ju ndani sepse është lidhja afatgjatë dhe jeta juaj në vazhdimsi për sa i përket çështjeve ekonomiko-financiare, për sa i përket gjërave të mëdha që juve keni dhe kohën e duhur në momentin e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në ekonomi dhe në çështjet e tjera që do të keni tani tutje, kur është dhe momenti, periudha më ideale e që ndonjëherë, sepse nga ndonjëherë neve i vëmë veshin disa gjërave dhe i lëmë disa gjëra tjera e quajmë të rëndësishme, për shembull punën dhe të rendim asaj apo blerje të rëndësishme dhe nuk shikojmë gjërat më ideale, që është familja. Janë gjëra që kuptojmë disi, po i kuptojmë vonë, por ajo që unë dua t'ju them është mirë që të rishikoni dhe njerë, mos i lini pas dore gjërat, por rishikoni sepse kjo është diçka që është baza e jetës, është baza e ndryshimeve të mëdha që do të vinë tani tutje, sepse ka të bëjë shumë me dokumenta që do të kenë një gëzim shumë të madh në familjen tuaj. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë të rëndësishme, një shenjë uji ku gjërat nuk janë aty ku duhet, sepse ju ka borxh fati, nuk i keni borxh, dhe meqense tani në këtë javë rregullohen, sepse kjo javë është rregullatori i së ardhmes në fushën e karrierës, në fushën e biznesit dhe kthim në punë. Keni fituar gjyqin, keni fituar një gjyq tjetër, ju keni në diasporë me pa të drejtë, ju është mohuar disa gjëra, por vjen momenti tani që gëzoheni dhe merrni përfaqësinë që këta janë peshqit
Për sa përket shënjës të peshqive, peshqit duket se tani në këtë periudhë kanë disa mundësi, por këto janë mundësi mjaft mira në lidhje me takime pune, lidhje me ndryshime, lidhje me vendime të rëndësishme që mund të merrni në fushën e karrierës suaj, sepse karriera është ajo që ju bën të ndjeni mirë me veten tuaj, të ndjeni mirë me atë çka jeni, çka keni dhe ku doni të shkoni. Megjithatë, është mundësia dhe koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për të bërë zgjedhjen e duhur në gjëra të mëdha që juve keni, sepse gjithmonë peshqit din çfarë duan dhe din ku shkojnë, por ngadonjëherë disa gjëra mund mos jenë ashtu siç juve prisni, por është koha mjaft e mirë tek juve, sepse duke pasur parasysh ndikimet të mëdha që vijnë drejt jush tani e tutje, është dhe koha shumë pozitive, madje ideale në zhvillime dhe ndryshime të mëdha. Në çështjet që kanë bëjnë 10 ditë i dytë, deri në një prone, që nuk kanë vlerë akoma, po mundohen shumë që të rregullojnë, të stabilizojnë gjërat. Vjen momenti tani që çdo gjë rregullohet, çdo gjë startohet dhe është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në zgjidhje të problematikave të ndryshme që keni. Në lidhje me çështjet ekonomike financiare, në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën, është momenti juaj dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Në çështjet shpirtërore, 10 ditë i parë dhe 10 ditë i tretë është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi zgjidhjet dhe komunikimin e gjërave të mëdha që do të keni, por megjithatë nuk ka vend për të shqetësuar dhe ndryshime që kanë bërë. Momenti dhe koha tregon që juve jeni me shumë fat dhe keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën e financave dhe të biznesit. Në çështjet e dashurisë, meqense në dashuri disa gjëra mund mos jenë ashtu siç pritet, por janë disa gjëra që janë shumë pozitive. 10 ditë i parë që ka të bëjë shumë me dash të 10 ditë të dytë, me gaforet e 10 ditë të tretë, me gaforet e 10 ditë të tretë është shumë pozitive dhe është tepër ideale në zhvillime dhe në takime që do të keni tani në tutje. Momentet e arta që keni dhe jeni mjaft me fat në këtë drejtim, i keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi dhe në stabilizime të tjera që do të keni tani në tutje. Çështjet madhore, anën ekonomike, financat që kanë bën gjithashtu është në anën tuaj. Në çështjet që lidhen me bashkim familjar, duket se është me akrep të 10 ditë të parë. Kurse lidhje që do të keni tani e tutje mbi disa takime juve të palidhurit e keni me dem të 10 ditë të dytë. Dhe gjithë historia përsa përket kësaj jave jeni shumë të lumtur sepse krijoni një familje juve që jeni në kërkim të diçka e tillë, një njohje të reja që kanë një favorizim shumë të madh dhe kjo është momenti më i mirë i mundshëm. Këto ishin pak a shumë përsa përket pikërisht parashikimit të kësaj jave kaq vendimtare nga data 9 deri në datën 15 mars 2026. Para se të ndajmë bashkë, unë ju rikujtoj edhe një për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës së blerjes, jeni gati për të dërguar të dhanat në email dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve, dhe doni të dërgoni një mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, ndiqni hapat dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejt përgjigjen. Unë Rropulla, ju uroj një javë të mbar, ditë të mbar çdo aspekt. Gjithë mira.